zhduk gruan e vet, ti mendoj që do dalit dikush votoj kundër Ilir Metës. Më vjen keq. Zhduk politikisht flas, ta? Politikisht flas. Më vjen keq, nuk ka qenë Ilir Meta, ka qenë vendimi i Patjetër, po, mos fliste Ilir Meta e nuk ndodh. Ka qenë vendimi i delegatëve, pra i një forumi më të lartë të një partie që është konventa kombëtare. Që për ne është konvent historike. Po, është rënë kongresi apo jo? Është rënë kongresi. Edhe për shkak të atyre ndryshimeve statutore të cilat ata miratuan në shumicë dërmuese. Martin. Tani unë do përgjigjem shkurt për pyetjen që bërën në fillim. Tani mua më vjen shumë keq që Ilir Meta u rrethsua në atë mënyrë, sigurisht. Më vjen shumë keq që është izoluar siç do më vinte keq për çdo politikan, por problemi është që ne po flasim për zgjedhjet dhe ku Ilir Meta do të kishte një rol kryesor kyç për Partinë e Lirisë në zgjedhjet nëse do të ishte jashtë izolimit. Izolimi i Ilir Metës shto edhe atë divorcin politik me Monika Kryemadhen. Unë mendoj shto edhe shumë faktorë të tjerë, rrjedhen nga LSI-ja, ish LSI-ja e tjerë. Unë mendoj që... Një fjallin për Brahim Llarin. Cila që qështedi? Jo, zos, zdi t'ju mbajtë që flet njëri qështedi, flet tjetëri qështë njëri. Ka ardhur momenti që dhe t'japin përgjigje dhe ati. Po, tani... Ja ta mbarë, Martin. Gjithë kjo arkitektur politike e sotmja në zgjedhje, por në veçanti e Partisë së Lirisë, unë mendoj që Ilir Meta në fakt i dha një përgjigje sondazheve, edhe paktën për veten, tha që sondazhin e bëj vetë. Dhe doli në listë hapur dhe kjo është një akt, një sfidë shumë e madhe për të, dhe unë uroj që të dalë deputet. Por skepticizmi im, mbi bazën e shumë faktorëve, është ky që duke e lënë dhe duke e konsideruar Ilir Metën deputet për shumë arsye, unë nuk mendoj që përveç deputetëve që i nxjerr deputet Partia Demokratike, që janë 4 koalicione, se duhet të koalicione. Nuk mendoj që do marrë deputet tjetër Lëvizja Socialiste për Integrim, për Partia e Lirisë për këto arsye. Tani, opozita në përgjithësi është ashtu si që është e përqarë, e pa motivuar e tjerë, dhe testi i parë pas daljes së listave u bë pikërisht pardje, kur u bë protesta, pardje apo dje? E të shtunën. E të shtunën, po të shtunën, pardje. E për TikTokën. Ishte sondazhi i parë real për të treguar se në çfarë drejgjeje është opozita që po hyn në zgjedhje. Të mbledhësh mos harrojmë, ishte e thirrur nga Forumi Rinor i Partisë Demokratike. Jo, ishte e thirrur nga Sali Berisha, nga Forumi Rinor, dhe zuam, ajo ishte një protestë politike e cila tregoi që Partia Demokratike, po edhe koalicioni nuk mund të bëj më tepër se sa humbja e zgjedhjeve, por të mundohen sa më shumë që të rrisin atë nivelin e humbjes, domethënë. Përveç kësaj, unë mendoj që një problem shumë i madh tek opozita është fakti që ky nuk është koalicion dhe për më tepër nuk është madhështor për një arsye të thjeshtë. Aty ka vetëm Partia e Lirisë që është e konsiderueshme për një koalicion, është edhe Partia historike e Fatmir Mediut, Partia Republikane, dhe aty pastaj... Po është PDU, është PPD-një, është koalicioni më gjithë përfshirë në historinë e vendit. Më gjithë përfshirë, nuk ka patur më. Është koalicion me individ. Në fakt, jo me parti, për mua. Janë si ato partitë e reja Treqeregu, kjo është problemi. Po, më shumë se Treqeregu. Po tani të marrësh... Kesh koalicion me Kujtim Gjuzin, me... Jo, se ke Kujtim Gjuzin. Nuk është Kujtim Gjuzin. Nuk është kandidat. Nuk është. Është partia në koalicion, për koalicioni madhështor është Nart Ndoka,
Jo, në ardin se ke, as në ardin se ke. As në ardin se ke. Po është partia, më. është partia, sigla. Ska më jo të shë, o do flasim që partia është kryetare, ose përse flasim kokë. Po pra. Tu, dy parti ka për mua. Dy parti ka që kanë elektorat të provuar tashmë, edhe është partia e Liris, pra LSI-ja, dhe PDU-ja. Se letemi, partia Zotit Mediu, nga 2008 këte është nuk e dim sa vota ka, sepse është shumë integruar me PD. Kurse LSI-ja, partia Liris, dhe PDU-ja janë dy vetme të realitete elektorale që kanë funksionuar edhe jashtë dy partive në tapë. Me që atë, do të shkojnë të përre shkurë publicitare, dhe rekthemi flasim pak si dhe pse tratojnë Dritë Brahim Llari. Tedit to do na japi një përgjigje ezauruse. Rekthemi pas pak. Është vetë përgjigje.